Dikush këtu sheh luks, por unë shoh përgjegjësi, sepse kush drejton një anije mban përgjegjësi për çdo drejtim, për çdo vendim, për çdo njeri mbi të, ashtu si edhe në jetë. Mirë se erdhët në panajirin ndërkombëtar që i dedikohet jahteve, industrisë jahteve, luksit dhe inovacionit. Në këtë udhtim ne do të prezantojmë vizion bashkëpunime ndërkombëtare. Do të lundrojmë përtej kufive dhe padyshim nuk do të mungoj as përfaqësimi i denj i shqiptarëve dhe në këtë treg global. Ndodhemi në stendën e Yazimut. Yazimut është ndërtuesi i barkave, anijeve më luksoze në botë. Por sot nuk kemi këtu për të parë anijet, jemi për të takuar një nga pionierët e kësaj industrie. Aldi Bozaxhiu është përfaqësuesi Albanian Yacht Charter. Do ta takojmë këtu dhe ai do të na tregojë më tepër për ecurinë edhe zhvillimin e kësaj industrie në Shqipëri. Përshëndetje. Bora, mirë se erdhe. Përshëndetje. Faleminderit që na pritët. Kënaqësi është ime që ju kemi në bord. Ju falenderoj pa mas që gjetët kohë për të na pritur, sepse e di që dhe me kohën jeni shumë të kufizuar. Jo, është gjithmonë kënaqësi në fakt dhe keni fatin të vizitoni modelin më të ri të Azimut. Ky është viti i dytë që prezantohet si model. Jemi në linjën Flybridge, 82 fit, 25 metra, është modeli më i ri i Azimut. Bëjmë një gjë brenda? Patjetër. Këtu jemi në salonin e jatit. Po. Jemi në një jat 25 metra, ky është me 4 gabina. Siç e shef, ambienti është minimalist, por me ngjyra shumë të bukura. Edhe ti mund të flasësh më shumë për interior design. Janë femrat ata që i bëjnë zgjedhje çfarë i përket arritjes brendshme në anija? Në fund po. Në qoftë se burri ose i shoqi zgjedh modelin, bashkëshortet zgjedh gjithmonë dizajnin. Edhe ashtu duhet të jetë në fakt. Është e mundur që ky dizajn të për shembull të ndrohet, nëse dikush e don ngjyra të tjera për shembull. Azimut ka një linjë dhe ka një dizajn të vetin, që është përshtatur për këtë dhe mund të bëjnë ndryshime shumë të vogla në materialin e copës, në disa ngjyra, por 80% e barkës është kështu. Normalisht ka personalizime sepse çdo kush ka qejf ta personalizojë barkën si çdo, edhe dhe këtu kemi edhe një dhomë gjumi. Ajo është pjesa e ekuipazhit, barka ka një gabinë që përshtatet për 3 veta ekuipazh, duke qenë që është 25 metra, ka nevojë për një kapiten, një marinar, mbas edhe një hostes ose që mund bëjë rolin e shefit kuzhinës. Aldo, kthehemi pak tek ai vendi jon. Kemi anije të tilla në Shqipëri? Kemi. Do kemi më shumë në të ardhmen, ne prandaj jemi këtu. Ne kemi prej 2 vjetësh tashmë që punojmë përfaqësojmë Timone Yacht Group në Shqipëri, jemi partner zyrtar dhe përfaqësojmë brande si Azimut, që janë klasit botror, në Shqipëri. Kemi besim tek Shqipëria, që këto lloj mjetesh do përshtaten dhe do shiten edhe në Shqipëri. I kemi të gjitha, po themi, mundësitë dhe oportunitetet për t'i pas këto mjete në Shqipëri. Ne besojmë shumë tek Shqipëria. Tek Shqipëria. Ka pasur një zhvillim shumë të madh kjo industri vitet e fundit dhe turizmi me gjitha. Albanian Yacht Charter. Kur ka filluar ky vizion? Kur i keni dhënë jetë? Sa ka që jeni operoni në treg? Atëherë ne kemi filluar me charter, të thënë vërtetën, do thënë rreth 12-13 vjet më përpara, nuk do thoya që kishte një industri atëherë. Kemi filluar me një barkë shumë vogël me vela. Sot menaxhojmë edhe përfaqësojmë disa jate të mëdha edhe të rëndësishme. Duke qenë se unë kam punuar në charter, kam parë dhe evoluimin avash avash të kësaj kulture, do thoya në Shqipëri, edhe si industri. Shqipëria është një vend që po zhvillohet shumë shpejt, edhe është lajm shumë i mirë.
Charteri na ka ndihmuar shumë edhe në shitjen edhe në përfaqësimin e këtyre brandeve që kemi sot, sepse charteri të lejon të prekësh atë klientin final dhe charteri është një mënyrë që shqiptarët të kenë mundësi ta provojnë si eksperiencë dhe pastaj të bëhen gati edhe që mund ta blejnë dhe mund të vetes për ta blerë. Nuk është çështje çmimi dhe vlere më shumë, sesa çështje lifestyle-i. Fatmirësisht Shqipëria ka filluar të ketë këtë lifestyle. Po, është lifestyle, është sport. Mendoni që Shqipëria është akoma në atë fazën e edukimit çfarë i përket këtij lifestyle-i? Jemi akoma në fazën e edukimit, është e vërtet kjo gjë. Por ne shqiptarët mësojmë shpejt. Kjo është e vërtet. Edhe personat që e blejnë ose e charterojnë kanë këtë lifestyle. Ne nga ana tjetër si agjenci charterimi ose menaxhimi kemi goxha sfida sepse duke qenë Shqipëria nuk ka infrastrukturën në nivelin e dur, po themi, është akoma infrastrukturë që po zhvillohet. Nga ana jonë është pak e vështirë. Normalisht ne mbështetemi te partneritetet tona që kemi. Një në veçanti dua ta ndaj, që është Marinjat Agency, e bazuar në Sarand. Ajo ka për 12 vite që operon, mbas edhe më shumë. Në qoftë ne po themi kemi klientin që e merr me qira ose e blen, pa Marinjat në fakt bëhet akoma më vështirë puna sepse ato ofrojnë shërbime nga bunkering, nga birth finding, custom clearance, provisioning, domethënë të gjithë back office, le ta quajmë kështu, që klienti nuk e shef. Mirëmbajtjen e barkës e bën janë disa njerëz që punojnë për këtë gjë, në mënyrë që ose pronarit, ose atij charteruesit, ose klientit, ose të ftuar që ne kemi bord, t'i heqim si kokçarje. I marrim ne këto kokçarje. Keni klient edhe kërkesa nga klient të Europës, po flasim gjerman, holandez, që vinë nga jashtë, jo vetëm shqiptar. Për qiramarrje po, kryesisht janë të huaj. Janë të huaj dhe janë ato që e njohin si shërbim. Ato kërkojnë modelet më të reja të barkave, shërbimin cilësor siç jam ta marrin nëpër Europë ose në Greqi ose në Itali ose në Francë. Kemi edhe klientë shqiptar normalisht që kanë ekzigjenca të tjera. Por ne trajtojmë të gjithë, po themi, llojet e klientëve. Duke qenë se Shqipëria tani është bërë dhe një destination për klientët e Europës, po edhe për të oqeanit, edhe nga Amerika kemi goxha. Ne duhet t'i përshtatemi çdo kërkese që kanë klientët, qoftë për charter, qoftë edhe për blerje. Normalisht kryesisht për blerje jemi fokusuar ne duam të fokusohemi te klientët bëndas shqiptar. Kërkesa është, besoj në nivelin interesi është i lartë, kërkesa është e lartë. Ta Shqipëria ka këtë pjesën e infrastrukturës që e pengon pak. Ne bëjmë çmos që t'i përshtatemi ambientit aty ku jemi dhe me mundësitë që kemi. Lajmi i mirë është që Shqipëria do shkojë vetëm përpara. Kjo na gëzon dhe ne si fakt, edhe është absolutisht ndjehemi dhe ne krenar që kemi gjetur gjithmonë më shumë. Unë vizitoj panajirën e jahteve prej 12 vitesh, 15 vitesh, dhe çdo vit më shumë gjej njerëz që vinë nga Shqipëria, vizitojnë. Edhe jam i sigurt që do gjesh akoma më shumë gjatë viteve dhe kjo është lajm shumë i mirë. Është lajm shumë i mirë. Një pyetje konkrete. Një jahtë po ta marrim me qira, sa mund kushtoj? Po një i mirë ama. Një i mirë, shiko, jati i mirë është i mirë në varësi të atij që e merr. Do të thënë, çdo jatë është i mirë për personin që e merr. Ka kategori të ndryshme jatesh, ka jate me vela, ka jate me motor, ka super jate. Nëse me që jemi tek ky jatë. Po flasim gjithmonë për një super jatë. Me që jemi tek ky jatë, nëse ne këtë do e jepnim me qira, do flisim tek një vlerë 80.000 deri në 90.000 euro java, plus shpenzimet e tjera. Është një vlerë, po themi, e përafërtë, nuk është e... Ky shërbim ofrohet në Shqipëri edhe... Ky ofrohet në Shqipëri për të huaj, për shqiptar, ne ofrojmë edhe në Greqi, në fakt, edhe në Kroaci, si shërbim, për shqiptarë që duan të bëjnë këtë eksperiencë jashtë Shqipërisë. Por fokusi jonë gjithmonë të promovojmë dhe të afrojmë të huajt në Shqipëri për të parë vendin tonë dhe për ta vënë Shqipërinë në hartën e destinacioneve charter. Neve kemi shumë besim te kjo gjë sepse duke qenë se kompani si Timone Yacht dhe Azimut Yacht besojnë në Shqipëri, na jep akoma më shumë forcë dhe besim duke parë dhe eksperiencën që ato kanë, që Shqipëria është realisht një potencial i fshehur.
absolutisht që po. I fshehur dhe tash unë mendoj që është parë. Kemi shumë punë për të bërë, por vlerësoj, po kemi shumë punë për të bërë. Është e vërtetë dhe ky është lajmi i mirë që kemi shumë punë për të bërë. Po, është e vërtetë. Unë ju falenderoj shumë për kohën. Faleminderit juve për vizitën, ishte kënaqësi. Ishte absolutisht një nder i madh për mua dhe mbi të gjitha të shikoj këtë bar kaq të bukur që akoma nuk ka dalë në treg, apo jo? Ka dalë nga ky vit në treg. Është modeli më i ri. Do doja të shifja edhe pjesën sipër. Kemi edhe një kat tjetër. Është kati sipër. Me patjetër. Hybim këtu. Po. Sa bukur. Tu jemi në zonën e Flybridge. Kjo është veranda private mbi det, mund ta quash. Çfarë hapësirat janë goxha të mëdha. Shumë e bukur. Tu kemi përsëri një ambient për të ngrënë. Kemi një ambient ku mund të drakohet ose darkohet. Kemi një mini bar. Pjesën e drejtimit që mund të drejtohet edhe nga sipër barka dhe kjo është pjesa e Prendisoles ose për të bërë një dielli. Ali, keni dhe kërkesa nga diaspora, nga shqiptarë që jetojnë jashtë atë? Bëre shumë mirë që ma bëri këtë pyetje. Ishte diçka që sigur harrum ta ceknim, por është e vërtetë që shqiptarët e Kosovës dhe shqiptarët që jetojnë në Zvicër përbëjnë mbase jo në numër, por në cilësi ndër klientët më të mirë që kemi. Dhe mund bëhet shumë qefi për këtë gjë sepse kanë akoma atë nostalgjinë dhe dëshirën për të pushuar në Shqipëri sipas standardit që ato kërkojnë. Dhe ne bëjmë çmos që këtë standard jo vetëm t'ia plotësojmë, por edhe t'ia tejkalojmë me anë të shërbimeve që ofrojmë. Çfarë i përket investimit tek anijet? Do thoni që është një investim fitimprurës? Mund ta krahasojmë si një investim në real estate apo është një si një investim për një makinë, le të themi, që me kohën dhe i humb vlera? Unë nuk do e krahasoja me një investim në real estate, për të qenë real. Realisht nuk do e përdoja fjalën investim, por shpenzimi për një anije është ndër shpenzimet më kuptim plota për personin që e bën dhe është një kënaqësi që nuk ka pas një mjet tjetër, qoftë fluturus, qoftë makinë ose që lëviz në tokë, po themi. Mund të monetizohet si produkt, sepse mund të jepet me qera, por nuk do e quaja si investim. Për qenë real, unë nuk do e quaja investim. Por do e quaja, në base jo financiar, por do e quaja investim në lifestyle, në eksperiencën që jep familjes, në eksperiencën që mund të kalosh me shoqërinë dhe mund të krijosh disa memories ose disa kujtime që vetëm në një jetë mund t'i krijosh. Nëse do të quajmë këtë investim, atëherë po, është investim. Është një investim për një jetë më të mirë. Absolutisht që po. Është pikërisht janë ato orët që nuk mund t'i kompensojmë me asgjë. Dhe koha kalohet shumë bukur në një jahtë, kalohet shumë bukur në një. Dhe mbase ky është investimi më i madh që mund të bëjë një njeri se sa financiar. Me patjetër. Gjatë verës, kur fillon sezoni në Shqipëri? Fatmirësisht sezoni në Shqipëri ka filluar të zgjatet. Kërkesat fillojnë që nga dhjetori, me thënë drejtën, sidomos nga të huajt, ndërsa operacioni ose operimi i zhvillimit të çartrave edhe rreth në fundit marsit. Ka raste shumë të pakta, po është shenjë e mirë që po tregon që sezoni po zgjatet. Që do flasim për një sezon të plot, do thoja maj edhe mes shtatori, mbase deri fund shtatori. Është lajm i mirë për Shqipërinë. I gjatë. Është i gjatë, shiko. Në krahasim me vendet si Gjermania, për shembull Gjermania. Patjetër që po. Shqipëria ta lejon edhe nga ana meteorologjike këtë gjë. Por gjithsesi, fakti që sezoni po zgjatet është lajm i mirë që turizmi i Shqipërisë po konsolidohet akoma më shumë. Më vjen mirë. Cila është, dhe këtë do kam shumë dëshirë ta di, anija më e shtrenjtë në brigjet shqiptare? Ka një specifike që njihet? Nuk lundron në Shqipëri, por duhet t'jetë një... Është pronë një shqiptari? Është pronë një shqiptari dhe duhet t'jetë rreth 35 metra. 35 metra? Dhe kushton sa milion euro? Nuk mund të them fiks. Nuk mund të. Më shumë se
Do të kushte rreth. Më shumë se sa ka metre mbase. Jo. Jo, pak se metrat. Dhe sa po kuptoj është që dhe informacioni për klientët, Shumë edhe është tepër patjetër që po. Ne bëjmë maksimumin dhe te kalojmë që çdo gjë të jetë private edhe ekskluzive. Ekskluzive. Jo vetëm për ato që blejnë edhe për ato që majmë me qapë, edhe për ato që interesohen, edhe për ato që mund të kenë interesin më të vogël. Ne jemi kurioz të dim. Shumë vete janë kurioz. Por me të gjitha këto që na the sot, na ke shuajtur pak kurreshtjen dhe kemi marrë shumë informacione për gjithë ata që na ndjekin. Më bëhet qivi dhe më vjen shumë mirë për këtë intervistë sepse zëri juaj do jetë edhe do shkojë edhe në veshët e njerëzve të tjerë që mund të kenë interes dhe mund të kenë dëshirë që të bëhen pjesë e kësaj bote. Me patjetër. Edhe më vjen goxha mirë që janë këto. Albanian Yacht Charter dhe Marine Yacht Services gjen dhe unë aty kam gjetur në rrjetet sociale janë numra të mrekullueshme për gjithë ata që kanë interes, mund t'ju kontaktojnë dhe ju jeni përgjigjur në mënyrë shumë korrekte dhe shumë të shpejtë. Shumë faleminderit. Edhe një herë faleminderit juve për intervistën, ishte kënaqësi edhe për interesin që shfaqet. Absolutisht që po dhe në vazhdimsi shumë sukses. Gjithashtu, faleminderit juve. Ne do të vazhdojmë dhe do të lundrojmë në një stand tjetër, na ndiqni. Tani ndodhemi në pistën e Jet Car Albania. Pikërisht ajo pistë që ne na bën të ndjehemi shumë krenar. Një prodhues shqiptar për herë të parë në panairin e jahteve këtu në Düsseldorf. Është një produkt që nuk prodhohet vetëm në Shqipëri apo shitet atje, madje edhe në Europë, ka arritur dhe tregun ndërkombëtar atë në Amerikë. Po si ndërtohen këto marrëdhënie, këto bashkëpunime ndërkombëtare? Atë mund të na tregoj vetëm ai, i zoti i punës, i cili nuk i ka dhuruar vetëm jetë këtij produkti, por edhe sukses. Mirë se erdhe me ne për te kufive, zoti Gentian Hoxha. Mirë se erdhe dhe faleminderit për ftesën. Ju uroj mirëseardhjen panair. Faleminderit. Si po ju pëlqen? Një eksperiencë e veçantë. Duket goxha mirë. Po. Shpresojmë që të ketë goxha diçka të mirë. Duket që ka premisa të ardhur, mirë si projekt. Dhe si panair duket goxha lart. Jena pak vonuar si pjesa e panairit. Po duket që është goxha mirë. Besoj që do ketë sukses. Patjetër, unë shikoj shumë shqiptarë madje që kalojnë anë stend dhe syt i kanë të mbushura plot krenari, janë shumë kënaqur. Po shohin në tabelën Jet Car Albania duket diçka e veçantë. Madje dhe makinën e keni marrë kuqezi. Po, kjo është një nga modelet, po, një nga modelet më të shitura për momentin. Që kemi atje dhe kemi edhe modele tjera, por kjo është diçka më e kërkuara në treg. Ju keni makina të modeleve të ndryshme? Po, kemi 5-6 modele të ndryshme. Por të gjitha janë luksoze? Normal. Të gjitha të njëjta, pak a shumë të kështu janë. Por kjo është diçka më e veçantë. Më e veçanta. Edhe nga ngjyra dhe nga modeli. Edhe bien në sy ajo kuq. Njerëzit kur shikojnë duket diçka habitshme, po si ka mundësi që ka arritur nga Shqipëria, që duket është, siç e thashë më përpara, ne patëm dhe biseda me njerëz që kishin interes për këtë produkt dhe ju duk shumë interesante dhe madje edhe është e arreduar shumë bukur edhe ka një cilësi shumë të lartë. Po, duket goxha. Sa kushton një makinë tjetër? Varion nga 40, 35 deri në 60.000 euro si varet pasaj çdo gjë varet nga profili e klientit. Është pranuar mirë nga tregu shqiptar? Tregu shqiptar më ndryshe, por kena pas më shumë nga Amerika. Në Amerikë? Kemi shitet ande dhe ande nuk është problem kjo pjesë. Çdo kush kërkon cilësinë. Cilësia është e para që edhe kemi pas shitje ande më tepër. Po ju jetoni, si erdhi bashkëpunimi me Amerikën? Jetoni në Amerikë? Jo, vajt për turizëm ja 2 herë, kemi një pikë që punojmë me rent për jet ski, pasaj na lindi si ide për këto për atje, filluam pasaj Shqipëri nga pak, derisa arritëm, kemi vite që punojmë,
derisa kemi arritur këtu ku jemi tani. Okej. Sa Ka sukses, duket mirë për momentin. super. Sa makina operojnë në Shqipëri për moment, sepse ju i jepni dhe me qera? Po, në Shqipëri jo, nuk është se punoj me qera, vetëm më shumë në Amerikë punoj. Okej. Në Shqipëri nuk kemi. Sa kushton një makinë e tillë ta marrësh me qera? Varion, në Shqipëri punojnë, ato që i kanë, punojnë diku ke 250 deri 350 euro një orë. Që mi konsiderueshëm. Me Amerikën, edhe në Amerikë shkon diku ke $300-370 një orë. Po është kënaqësi e veçantë. Janë të kënaqur, klientët që punojnë janë shumë të kënaqur, ato që i marrin me rend. Zoti Hoxha, kur ju takova dje, më thatë, nuk kemi përgatitur mirë për këtë vit. Mendoj që keni pritur një panajër pak më të vogël? Shumë më të vogël, nuk di çfarë them, duket goxha sukses më duket. Është një nga panajërat më të mëdha në Ka botë? shumë kërkesë, duket edhe njerëzit kur vinë shikojnë janë të interesuar. Më shumë nga cilësia dhe nga modeli që është. Do të thotë që vitin tjetër ju presim këtu me të gjitha modelet e mundshme? Patjetër. Edhe mbase me ndonjë old-timer. Modelet. Një old-timer do të kam dëshirë t'u aleun si porosi për gjitha ato njerëz që i kanë dëshirë pak makinat më të vjetra. Kjo ishte për ne ishte një eksperiencë panajëri, por për vitin tjetër shpresojmë që në rast se nuk arrim, është gabimi im që mos e mbush si me sjell modelet panajër. Është eksperienca juaj e parë dhe unë mendoj që keni shkëlqyer. Ne ju falenderojmë shumë që keni qenë të pranishëm. Siç e thash më përpara, ndjehemi krenar. Unë ju uroj shumë sukses. Shumë faleminderit. Edhe ne me siguri do të takohemi përsëri vitin e ardhshëm. Ju faleminderit. Gjithë mirat. Pra kjo ishte ajo qershia mbi tort. Jet Car Albania. Janë ato makina që prodhohen në Shqipëri, por kanë arritur tregun ndërkombëtar. Ndodhemi në pistën e Ergans. Në shikim të parë, kjo pistë përfaqëson shtetin zviceran, por jo, pas kësaj kompanie që prodhojnë anijet nga më të bukura në zemrët e Europës, fshihet një identitet, një personalitet, një djalë nga Kosova, Leo. Unë me të do të zhvilloj një intervistë pikërisht këtu në këtë anije që unë kam zgjedhur sot, por tu të duroni dhe pak. Këtë do ta bëjmë pas një hapësire të shkurtër publicitare. Le t'ju kushtojmë pak vëmendje atyre që na mbështesin. Publicitet, qëndroni me ne. Nisni një udhëtim elegancë dhe aventure me shërbimet tona. Përjetoni bukurinë e fluturimit. Prishtina Ticket janë krahët tuaj për në Berlin, Brandenburg, Stuttgart, Basel, München, Hannover, Düsseldorf, Münster, Osnabrück, Nuremberg, Ljubljana, Memmingen, Halmstad, Luxemburg, Vaksio e shumë vende tjera evropiane. Kujdesi ynë për klientët është magjepsës, po aq sa edhe udhëtimi. Prishtina Ticket, emër i besuar në qiell. Ja pra ku rikëthyem pas një hapësire të shkurtër publicitare, jemi në jahtin ndërkombëtar, atë më të madhin në të gjithë botën, që i dedikohet industrisë së jahtave luksit
inovacionit mbi det. Si që premtova, tani jam bashkë me Leon. Leo, mirë se erdhe apo mirë se të gjeta, nuk e di se çfarë të them, sepse unë faktikisht jam ulur në varkën tënde. Faleminderit, mirë se erdh. Mirë se të gjeta. Unë do thoya të kam kërkuar me qiri, sepse doja me patjetër një përfaqësi nga diaspora në këtë panajir kaq të vlefshëm, me një vlerë shumë të madhe ndërkombëtare, dhe të gjeta ty. Pyetja ime e parë do të ishte si lindi kjo ide? Si erdhe në këtë biznes, në këtë sipërmarrje? Me varka është pasion. Është pasion? Pasion. Ju keni një varkë vetë? Kam një varkë, me vite kam një varkë, po mbas tu i vëzit edhe anije në licencë syrisë aty se jemi aty, e kom njëftu edhe këtë gancin e një edhe bukër si moti, edhe kom ram biset me to, edhe si pas dëshire edhe simpatie, ju mi aksioner me to. Dhe një kom bo një ofertë që as... Sa ko keni që e buni? Ofër 2 vjetë e gjysë i ka ke po. 2 vjetë e gjysë. Dhe sa ko keni që jeni pronari një varke vetë? Kur e keni bler varkën e parë? 6 viti ka ofër. Çfarë moshe keni bler varkën e parë? 39 vjetë, 20 vjetë që atë e këtë. Nga lindi ideja, sepse në zakonisht... Ideja është... Zakonisht e kemi qëfë makinat. Vetë banojnë li. Makinat dhe smita, për të varkat, do goxha... Ashtu është, jo, kanë arrit edhe shqiptarët edhe kanë bukën si shumë varkën e për Cërinë, për Lucernë, për këtë Zvicër, absolut. Aty kanë, po si... Unë e banoj vetë në Solikon, afër liçenit, ju më rritë edhe aty, edhe ujtë liçenin është pasioni jemi edhe... Ra dëshira, ra edhe shansa me ble një varkë, edhe prej aty t'ja kemi nisë. Dhe tani e keni kthyer në biznes, sepse ju nuk është vetëm se prodhoni varka, por ju dhe jepni me qera. Do të thotë nëse dikush jeton afër zonës në të cilën ju jetoni, në Zvicër. Ka mundësinë? Sidomos këtë Zvicër. Jo veç të liçeni, po edhe në për kantone tjera. I kemi barkat tona që përndane. Aty është jo me ditë, shka shkon aty e me një për një ditë anijen edhe e këthem prapë, jo, po është me vite ajo. Do me thëmë një vit duesh një abonement me botëna, ka qmimin adin Dynamic ose Silver Cibjen ajo. E mund është atër me një epe, kemi këtë sistematizuat atë konceptin edhe për mi që në të dhe kliente kemi atë po. Që janë të abonuar dhe janë klientë të rregullt. Keni menduar në njëherë atë idenë tipike që kemi në ta çojmë biznesin në MMD? Ti qesh? Pse jo? Nuk i djetë. Shqipëria është bërë treg interesant. E du shumë. Absolutikisht. Është vizion për një të ardhme? Besoj se po, pse jo? Avash. Avash bon punët e mira. E mira, qashtu. E mira. Mua më gëzoj shumë fakti që ju gjeta këtu dhe ju uroj shumë sukses në vazhdimsi. Të ngoja. Dhe me padyshim sa më shumë shitje dhe sepse kjo e bën një biznes të suksesshëm. Ashtu. Dhe pse jo shumë shqiptarë në të ardhmen t'i edukojmë sepse të pasurit një varkë është dhe çështje lifestyle, është dhe një çështje edukimi që nuk vjen është luks, nuk vjen sot për nesër. Këtë vumre edhe sot këtu në mënyrë shumë intenzive. Mua më pëlqeu shumë që ju takova këtu. Ju na keni dhuruar një pasuri, për veten time e quaj pasuri dhe të këtij emisioni, disa fragmente shumë të shkurtra si ju e shijoni këtë luks me familjen tuaj. Edhe pikërisht me këtë mesazh kam dëshirë ta mbyll këtë emision për sot. Shumë suksese për ju. Shumë faleminderit. Dhe faleminderit që na ndoqët fragmentet në vazhdim, një video shumë e shkurtër si shqiptarët jetojnë dhe shijojnë luksin në botë. Papà tot sen tutte le tante. Na plakën. Ky është Leo Ibrahimi, jo vetëm një sipërmarrës, por dhe një njeri me rrënjë të forta dhe një vizion të qartë.
I lindur në morinën e Gjakovës, ai mori me vete vlerat që formsuan për kushtimin, ndershmërinë dhe pasionin për atë që ai bën. Prej disa vitesh tashmë, jeta e tij vazhdon në Zvicër. Leo sot, ndër të tjera, është bashkëpronar i Ganz Yachting. Por mbi të gjitha, ai është njëri i familjes. Forca e tij buron nga ata që ecin për tij çdo ditë, nga dashuria, mbështetja dhe besimi. Vizioni i tij është shumë i qartë. Një ditë dua të gjej dhe unë tregun e përshtatshëm në brigjet e Shqipërisë. Historia e Leos tregon se pasioni, kur bashkohet me përgjegjësinë, kthehet në diçka shumë më të madhe se sa sukses. Kthehet në trashëgimi. Nisni një udhëtim elegancë dhe aventure me shërbimet tona. Përjetoni bukurinë e fluturimit. Prishtina Ticket janë krahët tuaj për në Berlin, Brandenburg, Stuttgart, Basel, München, Hannover, Düsseldorf, Münster Osnabrück, Nuremberg, Ljubljana, Memmingen, Halmstad, Luxemburg, Vaksio e shumë vende tjera evropiane. Kujdesi ynë për klientët është magjepsës, po aq sa edhe udhëtimi. Prishtina Ticket, emër i besuar në qiell.